Kryeministri Kristian Mickoski ka mohuar se ka pasur ndonjë marrëveshje për kthimin dhe lirimin e ish-zëvendës kryeministrit Artan Grupi. Ilir Demiri pritet të bashkohet koalicionit Vlen. Lajmin e ka konfirmuar Izet Mexhiti, i cili tha se do të fillojë punën për shkrirjen e Vlenit në një parti. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj filloi vizitën treditore në Maqedoninë e Veriut. Publikohet draft raporti vjetori i eurodeputetit Tomas Vajc. Vendi ka rezultate të dobëta në reformat për drejtësi dhe luftën kundër korrupsion. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Zhvillimi i fundit rreth dorëzimit dhe më pas lëshimit në paraburgim shtëpiak të ish-zëvendës kryeministrit Artan Grupi ka qenë temë diskutimi edhe në seancën e sotme për pyetje deputetësh. Kryeministri Kristian Mickoski është pyetur se nëse është bërë ndonjë marrëveshje në lidhje me kthimin e grupit, por Mickoski ka mohuar diçka të tillë. Në kuvendin sot është mbajtur seanca për pyetje deputetësh, ku më i apostrofuari ishte kryeministri Kristian Mickoski, të cilit ju drejtuan një sër pyetjesh nga opozita, por të njëjtin nuk e kursyen as deputetët e partisë së tij. Në mesin e shumë pyetjeve, deputeti nga VMRO DPMN, Luçi Prengxhov, e pyeti kryeministrin e Kristian Mickoski nëse ka pasur marrëveshje për kthimin dhe lirimin e ish-zëvendës kryeministrit Artan Grupi. Mickoski theksoi se nuk mund të bëjë marrëveshje me njerëz që sipas tij kanë dashur ta shohë fundin e tij, duke mohuar kategorikisht ndonjë marrëveshje të tillë. Mickoski akuzoi pikërisht grupin se në një festë fetare apo ndryshe siç quhet, festa e faljeve, kryeministri tha se ai ka ngritur dron mbi shtëpinë e motrës së tij dhe për këtë ai thosë se është e palogjikshme të mendohet një gjë e tillë. Nuk kam problem që në vetdijen e dikujt të akuzohet qeveria se ka ndonjë marrëveshje, por le të vim te logjika. Unë si njeri kam qenë më i sulmuari nga njëti person, Artan Grupi. Ajo kujtohet Papa Micko. Në festën e faljes u ngritën dron mbi pronën e motrës sime dhe ajo pronu paraqit si e imja. Dhe tani, sipas një logjike të çuditshme, unë dal si kryetari i qeverisë dhe bëj marrëveshje me këta që duan ta shohin fundin tim politik dhe si njeri. Kjo nuk ka asnjë logjik. I aratisturi, siç e quajti Mickoski, tha se është i siguruar nga organet e rendit, ndërsa gjithçka më tej është e vendimi i gjyqësorit dhe kjo nuk ka lidhje me qeverinë. Ai shtoi se në opinion po krijote histeri, ngjajshëm si në raste të tjera ku janë përhapur skenar dhe kolaps ekonomik apo krizë migratore. Ndërkaq, një detaj interesant që ra në sy ishte se përderisa u parashtrua kjo pyetje për Mickoskin, dy ministrat nga radhët e Lëvizjes Nam, apo thënë ndryshe partnerët e koalicionit qeverisës, ministri i drejtësisë Igor Filkov dhe ministri i administratës Goran Minçev e kanë lëshuar sallën. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi nuk mendon se kthimi i Artan Grupit është vendim politik. Ai theksoi se ka ardhur koha që të gjithë të vetëdijsohen dhe se politika nuk duhet të përzihet në gjyqësor. Ndone se nuk deshti të komentoj kthimin në vend të Artan Grupit, ish-zëvendës kryeministrit nga radhët e BDI-s, i dyshuar për keqpëdërime në llotarinë shtetërore, kryetari i Kuvendit Afrim Gashi sot deklaroi se politika nuk duhet të përzihet në gjyqësor. Megjithatë, ai thotë se në fund të fundit e rëndësishme është drejtësia. Kuvendi dhe unë si kryetari i Kuvendit nuk është mirë të komentojmë vendime politike, por atë që e kam deklaruar publikisht që është parimore dhe mund ta përsëris se është koha e fundit të ndalojmë së përzierje në gjyqësi. Ai përcetim tek qytetarët se ka ndonjë marrëveshje, le ndjenjë të keqe tek të gjithë qytetarët. Kështu që porosia ime do të ishte përfundimisht secili institucion ta kryejë punën e vet. Në këtë pjesë, gjyqësori dhe prokuroria ka proces, le ta kryejnë punën e tyre me ndërgjegje dhe me profesionalizëm. Gashi nuk mendon se kthimi i grupit është vendim politik. Ai theksoi se ka ardhur kohë që të gjithë të vetëdijsohen, sepse, siç tha, nuk ka kohë për të humbur për vendosjen e shtetit juridik. Kjo është thirrje drejt të gjitha institucioneve, aktorëve në shoqëri dhe gjyqësori dhe prokuroria, është pushtet ekzekutiv edhe pushteti ligjvënës. Nëse secili kryen punën e vet me ndërgjegje dhe profesionalizëm, mendoj se nuk është vështirë të arrihet ajo. Përfundimisht,
Të gjithë ne të cilët jemi të thirrur, përfshirë edhe juve si gazetar, për të cilët konsideroj si jeni faktori rëndësishëm në shoqëri, nëse të gjithë punojmë në një drejtim, mendoj se do të arrijmë efekt pozitiv në kohë më të shkurtër. Ndërkaq, kryeparlamentari njoftoi se për nesër është saktuar mbledhja e grupit të punës për kodin zgjedhor në Ministrinë e Drejtësisë dhe pritet të zgjedhet të kryetari i tij. Gashi informoi se në javët në vijim në kuvent do të duhet të arrini ligje të reja nga agjenda reformuese. Koalicioni vlen ka gjasa që të shtohet edhe një deputet, kështu të paktën pretendon Izet Mexhiti që është pjesë e këtij koalicioni, sipas të cilit deputeti i pavarur Ilir Demiri do t'i bashkohet Vlenit. Para se të veprojë si i pavarur, Demiri ka qenë deputeti i koalicionit opozitar Fronti Evropian. Ilir Demiri nuk do të jetë më deputet i pavarur, por i njëjti do të veprojë si deputet i koalicionit Vlen. Këtë informacion e konfirmoi kreu i Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti, i cili mes tjerash mohoi përçarjet brenda ASH-së drejtuar nga Arben Fetai. Ai tha se ata që po kërkojnë që Vlen të jetë një parti janë vetë votuesit që këtë koalicion e sollën në pushtet. Shqiptarët nuk duan fragmentarizim, nuk duan parcializim, nuk duan parti të vogla. Pra duam Vlenit të jetë një dhe konform kësaj kërkese, kësaj analize, po veprojmë edhe ne liderët e Vlenit. Fillimisht e filloi zoti Kasami, që shkriu organet e besës dhe i drejtoi drejt subjektit të ardhshëm Vlen. Të njëjtën po e bën edhe zoti Fetou, edhe zoti Azir Aliu, edhe Mimoza, edhe Ilir Demiri, deputeti i ri që u bashkangjit Vlenit. Mexhiti paralajmëroi se brenda javës do t'i thërret organet të Lëvizjes Demokratike për të ndjekur hapjen e Lëvizjes Besa për shkrirje të organeve partijake dhe krijimin e Vlen si një parti të vetme. Përsëriti se brenda koalicionit është duke u diskutuar modeli me bashkëkryetar dhe se aktualisht janë duke i sheshuar argumentet pro dhe kundër. Pra këto ditë, me siguri, këto ditë po përgatitet edhe Lëvizja Demokratike që të thërret kuvendin themelues për të shkrirë dhe për të bëu Vlenin një. Besoj që në këtë mënyrë pra të gjithë flasin me një zë, dhe ky zë pra është drejt shkrirjes së Vlenit në një subjekt të vetëm politik. Ne po bëjmë domethënë biseda me argumente pro dhe kontra. Pjesa dërmuese e faktorëve brenda Vlenit janë për konceptin bashkëkryetar. Po, normal që këtu është edhe alternativa, bashkë kemi filluar këtë proces dhe bashkë do vazhdojmë dhe këtu nuk ka, domethënë, as pak shqetësime për mendimet ndryshe. Mendoj se gjithë jemi fillimisht pra parsore dhe në fokus është Vleni të jetë një. Shkrirja e Vlen në një parti është duke u diskutuar tashmë disa javë. Problematike mbetet modeli i kryetarit. Shumica janë për modelin me bashkëkryetar, por ka zëra që kundërshtojnë dhe kërkojnë implementimin e modelit kryetar me rotacion. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka filluar sot vizitën traditore në Maqedoninë e Veriut. Në ditën e parë të vizitës së tij, ai është pritur nga kryetari i komunës së Çajirit, me të cilin përpost vizitave në vende turistike në Shkup biseduan edhe për çështjet aktuale politike. Nga komuna e Çajirit, presidenti shqiptar Bajram Begaj filloi vizitën zyrtare disa ditore në Shkup. Pas pritjes, një koqiri u kujdes që musafirin të dërgojnë në disa nga vendet më historike në Shkup. Në ndalesën e parë, presidentin e priti edhe muftiu i Shkupit, Kenan Ismaili. Ndalesa e fundit ishte qarshia e vjetër dhe sheshi Skënderbeu. Pasi e përcolli musafirin, Mexhiti zbuloi detajet nga bisedimet që patën me Begajn. Ja, domethënë presidentit na mbështet pra në përpjekjet, në synimet tona, sepse shqiptarët në Maqedoni janë faktor i rëndësishëm edhe në ekzekutiv edhe në procese të tjera. Normal që kemi bashkëbiseduar, domethënë për ligjin për përfaqësim adekuat të shqiptarëve, kemi biseduar për marrëveshjen e Ohrit, frymën e marrëveshjes së Ohrit,
për integrimin e vendit për të kapur hapin bashkë me Shqipërinë. Ndryshe, Begaj Veçairi do ta vizitoj sot edhe komunën e Çashkës. Nesër do të ketë takime zyrtare me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, ndërsa do ta vizitoj edhe Tetovën, po edhe Gostivarin. Komiteti për punë të jashtme i Parlamentit Evropian shqyrtoi draft raportin për Maqedoninë e Veriut për vitin 2025. Draft raporti i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut thekson nevojën urgjente për më shumë vullnet politik për miratimin e ndryshimeve kushtetuese dhe për përparim real në sundimin e ligjit. Eurodeputati Tomas Vajs vlerëson se pavarësisht disa zhvillimeve pozitive, reformat në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit mbeten të pamjaftueshme. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut eurodeputati Tomas Vajc, sot para Komiteti për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, prezantoi draft raportin vjetor për përparimin e vendit, në të cilin paralajmëron se procesi eurointegrues ka ngecur dhe kërkon rezultate konkrete nga aktorët politik. Në draft raport të thuhet se pavarësisht disa reformave pozitive për parimin në fushat kyçe si sundimi i ligjit, reformat në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit është i pamjaftueshëm. Si arsye përmendet të fushatat zgjedhore, kapacitetet e kufizuara administrative dhe mungesa për kushtimit të afatgjat politik. Pavarësisht disa zhvillimeve pozitive, përparimi në agjendën reformuese të lidhur me BE në fushat kyçe, si sundimi i ligjit, reforma në gjyqësor dhe lufta kundër korrupsionit, mbetet i pamjaftueshëm. Avancimi i reformave në fushën e sundimit të ligjit nuk është vetëm thelbësor për afrimin drejt anëtarësimit në BE, por është gjithashtu kyç për forcimin e institucioneve demokratike. Vajc e thekson se nuk ka përparim as në ndryshimet kushtetuese për shkak të frikës nga bllokadat të reja bilaterale dhe bën thirrje për rritje të vullnetit politik edhe tejkalimin e ngërçit. Ai nënvizon se procesi i anëtarësimit mbetet i bazuar në merite dhe se qeveria dhe aktorët politik duhet të japin rezultate të prekshme dhe bindëse pa vonesa të mëtejshme. Në raport të theksohet edhe nevoja për më shumë liri dhe pavarësi të mediave, luftë kundër dezinformimit dhe përfshirje më të fuqishme të shoqërisë civile në proceset reformuese. Në të bëhet e thirrje për përkushtimin e vazhdueshëm ndaj dialogut dhe bashkëpunimit me vendet fqinje, përshëndetet e përparimin në ndërtimin e korridorëve 8 dhe 10, por theksohet nevoja për më shumë investime në transport, infrastrukturë energjetike dhe legjislacionin për mjedisin. Ky është raporti i dytë i Vajcit për Maqedoninë e Veriut dhe është përgatitur si pjesë e paketës së zgjerimit të Komisionit Evropian për vitin 2025. Në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore në Shkup u zhvillua një takim mes redaksisë së posaçme të Enciklopedisë Shqiptare të Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësuesve të redaksisë vendore nga Tirana, Shaban Sinani dhe Andreas Dushi. Gjatë takimit u diskutua fjalës i propozuar duke u dhënë sugjerimeve për përmirësim cilësor të projektit. Redaksia e posaçme e Enciklopedisë Shqiptare RMV-s zhvilloi takime përfaqësues të redaksisë qendrore. Në takim ata bën me dije se kanë kryer fazën e parë të projektit, që është përcaktimi i zërave dhe tani vijon faza e dytë, në të cilën bëhet caktimi i autorëve dhe artikujve. Ky projekt, sipas drejtorit të qendrës për enciklopedi në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë Andreas Dushi, do të zgjasë 2 vite dhe fillimisht planifikojnë ta ofrojnë në format digjital dhe më pas në format të shtypur. Aspekti Enciklopedisë Shqiptare është një projekt i përbashkët ndërmjet 2 akademive, sikur se tha dhe profesor Pollozhani, Akademisë Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, i cili është konceptuar në mënyrë të tillë që të jetë ndarë në 26 redaksi dëndore dhe tematike. Redaksia posaçme e Maqedonisë së Veriut ka pas mundësinë për me propozu fjalë dhe artikuj në secilën prej këtyre redaksive tematike dhe me sa di unë është e përfaqësuar në secilën prej tyre. I pyetur se a kanë bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë në këtë projekt, Aziz Pollozhani, antar i redaksisë së Enciklopedisë në RMV, u shpreh se janë trup i posaçëm dhe nuk parashohin asnjë komunikim me Ashamin. Neve do të mundohemi me anë të si thuaç argumenteve dhe fakteve që janë të përmbledhura edhe të verifikuara në deri tani pra për të kaluara, nëse sidomos për çështjet të cilat tangojnë edhe çështjet të qytetarëve shqiptarëve këtu në Maqedoni, që në një farë mënyrë të pasqyrohet një si thuaç një
materiali shkruar të pasqyrohet një e vërtet e cila është e bazuar vetëm në fakte, mbi çështje të ndryshme të cilat në një farë mënyrë shpeshherë jo rrallë edhe pa nevojë turblojnë edhe raportet ndërretnike. Në enciklopedinë maqedonase të bërë nga Asham në vitin 2009, ku me pushtetin udhëhiqte kryeministri atëhershëm Nikola Gruevski, shqiptarët ishin quajtur si barbarë të cilët vinin nga malet e veriut të Shqipërisë dhe uzurponin tokat maqedonase gjatë viteve të shekullit 7. Për shkak të pavërtetave ofenduese për shqiptarët e Maqedonisë, Asham e tërhoqi enciklopedinë nga përdorimi. Zyrtarë amerikan dhe iranian nisën bisedimet në Gjenevë në atë që shihet si përpjekje e fundit për të arritur një marrëveshje bërthamore dhe për të shmangur një konflikt të madh ushtarak mes dy kundërshtarëve. Raundi i tretë i diskutimeve nisi teksa presidenti Donald Trump po peshon opsionet për një veprim ushtarak amerikan nëse nuk arrihet një marrëveshje për të kufizuar programin bërthamor të Iranit dhe teksa 2 aeroplan mbajtës amerikan janë dislokuar në afërsitë e Republikës Islamike. Të dy raundet e negociatave nuk sollën përparim dhe pikat kyçe të mospajtimeve mbeten të pazgjidhura. Gjatë bisedimeve, SBA-ja ka kërkuar që Irani të ndalojë plotësisht pasurimin e uraniumit dhe të heqë dorë nga stoku i tij prej rreth 400 kilogramësh të uraniumit të pasuruar në nivel të lartë, hapa këto që do ta parandalonin Teheranin që të prodhonte një armë bërthamore. Teherani insiston se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore dhe civile, sikurse është prodhimi i energjisë elektrike. Moska nuk ka vendosur asnjë afat për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, ka deklaruar ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në prag të një takimi të rëndësishëm diplomatik në Gjenevë mes të dërguarve ukrainas dhe amerikan. A na keni dëgjuar të themi diçka për afatet? Ne nuk kemi afate, kemi vetëm detyrë. Jemi në proces të përmbushjes së tyre, ka thënë Lavrov sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve. Ndërkohë, negociatorët e Ukrainas dhe Rus udhëtuan drejt Gjenevës për takime të ndara me të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Juret Kushner në përpjekje për të përgatitur bisedime të reja trepalëshe me Rusinë. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka deklaruar vazhdimisht se një takim i drejt për drejt me homologun rus Vladimir Putin do të ishte i domosdoshëm për të arritur një marrëveshje përfundimtare, veçanërisht për çështjen e territoreve në Ukrainën lindore që Moska kërkon të kontrollojë. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.